Me 56 vota pro, 52 kundër dhe 4 abstenime, koalicioni vetëvendosje Guxo dhe Alternativa mbeti larg shumicës së thjeshtë prej 61 deputetësh të nevojshme për të formuar qeverinë Kurti 3. Në prezantimin e emrave të kabinetit qeveritar, kreu i vetëvendosjes solli jo pa krisi, emra të njohur me pozita të rëndësishme në qeverinë Kurti 2, si Besnik Bislimi, u lanë jashtë kabinetit të ardhshëm. Bislimi ndonse zëvendës kryeministër në qeverinë Kurti 2, kësaj radhe u përjashtua nga lista e kabinetit qeverisës, ndërsa në vend të tij u propozua numri 2 i vetëvendosjes, Glau Konjufca, i cili njëkohësisht u caktua për pozitën e ministrit të punëve të jashtme. Ndërkohë, Rozeta Hajdari, ish ministre e industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë, po ashtu nuk u përfshi në përbërjen e re, pasi kjo ministri u integrua në Ministrinë e Integrimeve Europiane, pozitë për të cilën u nominua Mimoza Kusari Lila. Arbëria Nagavci, ish ministre e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, gjithashtu nuk u rikthye në kabinetin. Në vend të saj u propozua Avnis Dogjani. Lëvizja e çuditshme nga Albin Kurti u bë edhe me përfshirje në kabinetin qeverisës të emrit të Dimal Bashës, i cili mban postin e kryekuvendarit Kosovës, por u propozua për pozitën e ministrit të infrastrukturës vetëm pak javë pasi mori detyrën në krye të kuvendit. Një ministri e re e prezantuar nga Kurti ishte ajo për familje dhe mirëqenie sociale, e cila ju bestua Andin Hotit. Pozitë e re u propozua edhe për Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit, ku kandidat është aktori i njohur Fatmir Spaiu. Për ministër të mjedisit dhe planifikimit hapësinor, Kurti e propozoi deputeten Fitore Pacolli, e cila më parë nuk kishte mbajtur post ministror në qeverinë Kurti 2. Ndërkohë, Donika Gërvalla, deri tani ministre e punëve të jashtme, u propozua për të marrë drejtimin e Ministrisë së Drejtësisë në vend të Albulena Axhiut.